Horoskopi ditor e shtunë 18 prill 2026. Dashi. Në përpjekje për të ditur se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, mund të përpiqeni dëshpërimisht të planifikoni, organizoni dhe parashikoni të gjitha kurthet. Mbani mend se thjesht nuk mund të llogaritni gjithçka. Ka shumë të papritura gjatë rrugës tuaj. Demi. Kushtojeni vëmendje detajeve, jo thjesht që ti anashkaloni ato pa kujdes. Ju jeni të mirë për të parë pikpamjen e madhe të gjërave, por sot është jashtëzakonisht e rëndësishme që të vini re gjërat e vogla. Këto detaje do të bëjnë të gjithë ndryshimin në planin afatgjat. Binjakët, ju jeni përballë një opozite tash, për të tjerët po ju kthej në realitet dhe nuk ju pëlqen domosdoshmërisht shumë. Humori juaj nuk është aq i mirë, pavarësisht se sa shumë përpiqeni ta falsifikoni atë. Mos u tregoni ashpër me veten. Kjo kohë e vështirë do të kalojë edhe për ju. Gaforia. Gjatë javës të fundit, ju mund të keni nxitur një ide që ju ka ardhur në mënyrë të papritur. Tani, ju po filloni të shihni të gjitha arsyet pse kjo ide nuk do të funksionojë, ose pse duhet t'i mendoni gjërat më qartë. Mos u huto. Luani, do t'jeni jashtëzakonisht produktiv, etika juaj e punës do t'jetë e fortë dhe nuk do të keni probleme të krijoni një listë dhe t'i përmbaheni asaj. Ju keni gjithçka që ju nevojitet për të bërë këtë ditë jashtëzakonisht të suksesshme në vendin e punës ose kudo që ju ndodheni. Virgjëresha, ju jeni shumë të ndjeshëm ndaj qëndrimit të njerëzve të tjerë. Nëse njerëzit janë nervoz rreth jush, atëherë do të ndani të njëjtën ndjesi. Bëni çmos që mos bini në kurthin e tyre, mbani një ndarje mendore midis vetes dhe të tjerëve. Peshorja, emocionet tuaja janë të qëndrueshme dhe të bazuara, por në të njëjtën kohë ju jeni në gjendje të ëndërroni dhe të fantazoni. Ky kombinim i energjisë po ju ndihmon të përdorni më të mirën e të dy botëve, duke u treguar krijues dhe imagjinativ, duke qëndruar gjithashtu praktik. Akrepi, jeni të përgatitur për sinjale të fuqishme që do t'ju vinë, aq të fuqishme sa nuk do të jeni në gjendje t'i shpërfillni ato. Edhe pse në përgjithësi do të tërhiqeshit nga një qasje më delikate, klima me një person do t'ju duket e parezistueshme. Shigjetari, situata më në fund po kthehet në favorin tuaj. Njerëz të tjerë po i shohin gjërat me sy tuaj dhe kjo po ndihmon për të krijuar një mirëkuptim shumë më të madh mes jush dhe njerëzve me të cilët ju punoni. Vetëm një vetvetja dhe shpërblimet do të vinë. Bricjapi, kujdes nga ata që janë shumë të etur. Jeni të tunduar të kapeni me njerëz që janë argëtues dhe krijues, por që nuk i kanë këmbët të vendosura fort në tokë. Sigurohuni që të shoqëroheni me njerëz që ju ndihmojnë, jo t'ju largojnë nga ekuilibri. Ujori, realiteti një situate të caktuar është bërë më i qartë dhe ju po i shihni gjërat me një sy më praktik. Si rezultat, ju jeni në gjendje të tokëzoni veten dhe të mos lejoni që emocionet tuaja t'ju shpërqendrojnë nga puna. Produktiviteti juaj është i lartë. Peshqit, duket se të gjithë po e vën punën e tyre mbi ju. Ju po merrni të gjitha punët që askush tjetër nuk dëshiron të bëjë. Mbaje kokën lart. Bëni punën tuaj me një buzëqeshje dhe mos u shqetësoni. Puna juaj tani do t'ju sjellë gjëra më të mëdha dhe më të mira në këtë rrugë.